Që përdori Shimiqit edhe në lajme dhe ka mos që ti ngu këto zoti apo zoti Shimiq, zoti Sulullah, zoti Ali Ahmeti. Kjo është term I ri që ka hien në gjuhën shqipe në kohën e fundit. Se përpara, kohën e fundit, se përpara edhe ato të Shqipërisë, edhe ato të Kosovës, por edhe ne të Maqedonisë që mundohemi me ngjekën, domethënë në gjuhën e literaturës, domethënë gjuhë shqipe, domethënë si një thuish personin fjalë Zoti filoni. Se Zoti është dihet kush është Zot. E tash ato nuk e kanë për qëllim Zot, por është e lejuar, nuk është e lejuar. Ti mundesh me thonë Zotri. Sikur se ka qenë Zotri. Ama Zot filan fisteku nuk ka. Kjo tash është kohën e fundit. Edhe pse disa prej atyre të cilët tregojnë lajme, jo çdo kush e thot Zoti filoni ose Zoti filoni, por disa prej lajmeve përdoren. Edhe tash ka hi emën, edhe kjo është gabim. Se na dihet kujt I thënë Zot. Ajo është krijuesi I gjithësisë. Ama ti mundesh me konën një zotri, edhe mundesh me konë zotri për mua. Je zotri për njerëzit e tu, edhe për partinë tonë, për shembull, për musije, apo ta. Ti për mua kur gjë musije. Por tash po ta thojnë emrin Zotri filoni. Ama si e zotri ti? Se ti e ke marrë në qafë miletin, e kupton, e ke marrë në qafë popullin me rejna që ka I ti bohe në vend edhe ku je duke punu. A lejohet? Nuk lejohet. Ma mirë është, do me thonën zotri, edhe kjo do me thonën është në gjuhën shqipe edhe nuk ka gabim. Se shpesh edhe të fjallë tjera të cilët I përdorin, për shembull, ai kryetari, fjalla kryetar, është fjallë shqipe, nuk është fjallë e huj, se është I pari, kryja e ati venit, kryetar. Tash nuk I thënë kryetar, të thënë presidenti. Kryetari shqiptar ose kryetari I Shqipërisë, thënë presidenti shqiptar. Pse mi thënë president? Fjalla president nuk është shqip, fjalla president është anglisht. E pse mi thënë në anglisht e jo shqip, atërë, mos I ti anglisht, unë nuk po I thëmë arabisht, reisi, se reis do me thënë kryetar. E ne I thënë reis vetëm kryetarit Bashkisë Islame, reis ulemaja, reis. Fjalla reis është kryetar, thuj reis. Ose thuja turqe atërë. Bashbakan. Pse mes mi thënë turqe? Ose Çavushi. A I pari që ka u dheq. A ki drejt mi thonë ki drejt. Në këtë rast do me thonë, në kohën e fundit, jo vetëm se fjalla president, po shumë fjallë të trit, të ato të shqeqivajtër kulera, e ki pas I shfolin. Do kulera. Dhe me thonë, këtë me të termet që ditë nga këta. Ku je njeri? Ku je njeri të shketa melli tipin. E ke ngudi këtë meselë. A I kish pas vdek shoki. Nikulerit. Edhe kur ka shkua, ka vetë, kujtë shku njeri, ka thënë, që shketa melli tipin. Dhe shkojnë vorim, ta vorosi shokin, shketa ta melli tipin, shketa melli. Ti pukë një diku pik dhejtën. E tash, kjo është gjuhë, do me thonë, që ka du të me përra, nuk është. Mira ma tash, për mu të regu se unë jam kulera me revest, e përdor këtë fjallë. Edhe përdoret kjo, edhe jo vetëm se kjo fjallë, për ka fjallë shumë, që ka unë nuk I di, me të vërtet, ama për me idin fjallë që ka nuk jenë gjuhë shqipe, por jenë anglisht, ako june, edhe I përdorin ndërmjet vetë, ato I marrin vesh që ka jenë. Që Allah Zotin na udhëzon.